Ekziston një bimë që quhet bambuja kineze. Për 4 vitet e para, mezi duket mbi tokë. Por gjatë gjithë asaj kohe, nën tokë ajo ndërton një sistem të fuqishëm rënjësh. Në vitin e 5, papritur rritet deri në 25 metra lartësi. Ajo që e bën të mundur këtë shpërthim, janë 4 vitet e përgatitjes së padukshme. Ndoshta ti je i dëshpëruar dhe i lodhur shpirtërisht sepse po jep maksimumin, por nuk po sheh asnjë shenjë përparimi, asnjë rezultat. Biznesi nuk po rritet, nuk po të vinë mundësi të mira, nuk je ende i martuar apo s'ke ende fëmijë etj. Problemi është se ne duam rezultatin e vitit të 5 pa kaluar 4 vitet e përgatitjes. Ato vite që formojnë karakterin ton dhe i tregojnë Allahut se jemi të gatshëm të qëndrojmë besnik. Suksesi nuk ndodh brenda nate, ashtu si bambuja kineze, themeli që ne ndërtojmë shpesh i padukshëm e bën të mundë shpërthimin në të ardhmen. Viti 5 ndodh vetëm fal punës së palodhur dhe të fshehtë të 4 viteve të para. Prandaj mos u dëshpëro, ajo që nuk e sheh tani është se Allahu është duke të përgatitur. Ai po punon brenda teje, rënjët e tua po shkojnë më thellë dhe në kohën e duhur, kur ai e di se je gati, do të hysh në vitin tënd të 5. Pra, vazhdo, qëndro, sepse koha jote do të vijë. Përgatitu për shpërthimin dhe lullëzimin.